Po, apo janë bashkëpunues nëse në këtë rast për me ngrit një kauz të tillë, siç është duhani, se po ndalemi këto pak. Duhet edhe një bashkëpunim i ngushtë edhe me mjekët, në këtë rast pulmologët, mjekët familjar, ata të cilët direkt ose indirekt kanë të bëjnë me sëmundjet që shkaktohen, kardiologët që shkaktohen nga duhani. A gjeni mbështetje në bashkëpunim për të ngritë këto kauza? Po, në kontekstin e përgjithshëm, është kënaqësi me theksu se ekziston një potencial i madh i profesionistëve shëndetësor. Ne ndëgjojmë tema në çdo ditë përmes portaleve ndryshme, përmes mediave, përmes televizioneve, të cilat theksojnë dëmet të për shembull nga faktorët e ndryshëm, përfshirë edhe nga duhani. Do thotë është një bashkëpunim jashtëzakonisht ka potencial. Dhe për këtë arsye ne kemi menduar që me ngrit këtë çështje ku kërkohet angazhimi të gjithëve, duke filluar nga politikbërësit apo nga vendimarrësit, por edhe nga profesionistët shëndetësor,